Lexova diçka shumë të bukur që dëshiroj ta ndaj me ty. Louis Hawes është një ndër personat që unë ndjek me shumë admirim për energjinë pozitive që shpërndan dhe për dijet që shpërndan, dhe kishte postuar në Instagramin e tij: nëse jeta jote do të ishte një film, çfarë do ishte duke të ulëritur audienca që do e shikonte nga ekrani në këto momente? Imagjinoje pak, nëse do ishe në një film pikërisht në këto momente, dhe audienca që do ndiqte filmin, çfarë do thoshte? Forca, vepro, bëje, ose ej, dil nga i vendi errët, ec para, e ke gjithë jetën para, e ke Zotin mbështetje. Çfarë do ishte duke ulëritur audienca në këto momente? Shumë e thellë kjo shprehje, shumë e thellë. Dhe po përpiqem të analizoj çfarë do ulëriste audienca ime aty te ekrani në këto momente. Një gjë është e sigurt. Bëj më shumë. Bëj më shumë për veten. Duaje më shumë veten? Fokusohu më shumë te vetja.